Po mirë mbrëma dhe mirë se vini zoti Sadiku. Mësë Gjeta, faleminderit për ftesën. Dhe natyrisht do të nisim me këtë të fundit kronikën që e kishim për përbërjen qeveritare, ku akoja ka kritika se është kabineti më i madh qeveritar në rajon. Për ju, është apo s'është? Po këto numra është jo vetëm më i madhi, po një diçka që më duket nuk e përmendi zoti Tahiri është që në raport me GDP-n është dikon po besoj 50 ose 200 fish më i madh se shumë shtetet e Evropës. Do të thoni qeveri që i bën 19 ministra, ofër 40 ministra se po pritet tash me pasë të tjerë në raport me GDP-n e vendit, domethënë fuqinë ekonomike të them ashtu, ose gros prodhimin është prej qeverive më të mëdha që e ka Evropa, po mendoj më e madhja, edhe do të rritet, edhe është jo vetëm kjo, po është komplet e kundërt me atë narrativen që na u ka shërby gjatë këtyre 5 viteve, ose më thonë edhe gjatë këtyre 15 viteve, që shteti do të ketë shumë më pak ministri, edhe që ne do të kemi më pak ministri, e këta do të kanë më pak ministri, edhe do të kanë më pak shpenzime, edhe i dini edhe ju sepse kanë filluar të bëhen as përsëritshme këto ndrrimet e fjalëve të tyre, sa që vërtet pak edhe po kalon në komedi këtë kjo. Për përbërjen qeveritare kishte kritika edhe për gjinin në poste ministrore, vetëm 4 gra në krye të këtyre ministrive. Që nuk po më kujtohet që në ere ka pas narrativ të tillë, mendoj që shumica është një për qeverive më të dobta kështu që e ka pas në Kosova, kështu që nuk mendoj që vim deri te momenti që më kritikuas për strukturën ose për gjinin ose për diçka të tillë. Është pjesa më e madhe e qeverisë, cila ka qenë më shumë se 5 vjet në qeveri dhe kanë qenë skandal në shumicën e gjanave që i kanë bërë, kështu që janë përsërit ata, ç'a më i thonë. Do të flasim për temat e tjera, kishte një ftesë nga zoti Kurti për kryeun e LDK-s Lumir Abdixhiku për takim për çështjen e presidentit. Nga tjetër sonte në mbrëmje kishte një paralajmërim që e bëri kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Mund ta kemi edhe në dalje regjia këtë postim të kreut të LDK-s ku thotë kështu: "Këtë herë pranvera po na gjen bashk. LDK po kthehet qysh e kemi dasht, e bashkuar, e fortë si një shtëpi e madhe." Çfarë paralajmërimi është ky? Që është paralajmërimi i fundit i zotit Abdixhiku? Sa i përket ftesës, vërtet është pak e çuditshme si mundet me dërgu dikush ftesë edhe pse i tjetërsoj komplet bisedimet që ishin edhe e bëri pikërisht ata që e thanë fillim që nuk do ta bëj, domthonë propozoi kandidat partijak për president, pastaj e dërgoi vet kërkesën në gjykatë për me u pas ndalesë, edhe gjykata bëri mirë edhe për nivesin e LDK që bëri ndalesë sepse e neutralizoi me thonë ndikimin politik, ashtu duhet bënte. Por tash ne duhet presim ç'a vendos gjykata dhe pastaj patjetër se duhet takohen gjithë krejt politikët, bisedojnë sepse me bisedime zgjidhen problemet, por të kërkosh takime tash është bukur dëmtimi i procesit. Nuk jam kundër takimeve, mendoj që politikanët duhet takohen, edhe takimet e kaluara vërtet kanë qenë për mendimin tim si koncept pozitiv, sepse kishin mungu për një vit të tonë, por megjithatë është pak tash e çuditshme dhe mendoj që po vrehet që është manipulim politik, edhe po është një farë manipulimi për m'ju shërby masës që ja unë kërkova takime, por nuk u merdhen, sepse kjo edhe ka pas efekt vitin e kaluar. Mendoj që më nuk po ka efekt, sepse po vrehet që është më shumë manipulim. Sa i përket postimit, vërtet kjo është bërë tash edhe nuk kam çfarë me komentu, po është postim pozitiv që LDK-ja duhet kthehet bashkë edhe ka qenë LDK-ja është partia më e vjetër, partia më e madhe në aspektin e strukturave dhe dashamirësisë shumë, po ka pas mendime të ndryshme, ka pas njerëz që kanë dalë për LDK-s për shkak ndonjë farë keq kuptimi ose ku dione, gjithmonë politikë është normale të ketë ego të ndryshme, të ketë dëshira dhe vizione të ndryshme, se mos ku një parti është ka jetëgjatësi. Pranvera thot na gjen bashk. Pranvera tash ka pasur edhe një qendrim që ka shprehur zoti Abdixhiku për një projekt të studiatës
A ka diskutime këtu me Vjosa Osmani? Unë nuk jam pjesë e bisedimeve, unë çka kom thonë edhe privatisht, edhe çka kom thonë publikisht, është që unë jam i hapun, vetëm këtë më e them si Ermal, të me bashkëpunu me gjithë ata që janë duke dashur me rrezu këtë pushtet që është i dëmshëm për shtetin e Kosovës. Kush janë ata e dim vetë, edhe nëse ka njerëz që kanë dalë më herët nga LDK sepse kanë pas probleme të caktuara, dëshojnë të kthehen prap, atëherë për këtë gjë vendosin strukturat e partisë jonë. Unë kam një mendim për cilin nuk e kam asnjë problem me e thonë edhe në struktura edhe në publik, por A shihni këtë sinjal pozitiv? Megjithatë, unë e shoh sinjal pozitiv. Edhe për një bashkëpunim të mundshëm me Vjosa Osmanin, pasi s'ka dhe mandati. Po që se gjendet një marrëveshje për një vizion të caktuar, i cili është vizion për të mirë të shtetit të Kosovës, unë mendoj që LDK-ja duhet jetë e hapur për secilin person i cili e ka një ideologji e përkrah, edhe e përjeton, edhe e ndjen i ideologjitë LDK-s, edhe ato koncepte themelore të LDK-s, bashkëpunimin me aleat, ruajtjen e institucioneve të shtetit Kosovës, ideologjinë pro-perëndimore të Kosovës, edhe këtu janë ato jo emrat, sepse dëgjoj, politikan vine shkojmbre, domethënë nuk është mirë më marrë shumë emrat përvetshëm. Po është e rëndësishme edhe kush është politikan. Patjetër, por politikanët janë përkohshëm megjithatë. Kosova është këtu, ka me qenë LDK-ja ka qenë më gjatë se politikanët. Kemi presidentin historik Rugvaj, cili nuk është më, LDK-ja është. Është, por ku është? Po është, ekziston, janë strukturat, janë njerëz që punojnë, i udhëheqim 7 komuna, kemi punuar çdo ditë me njerëz, kështu që nuk aty ku është partia më e sulmuar, më e përfolur, më demokratike, më e drejtë dhe partia rezultati është gënjys, Sadiku. Më normale në Kosovë.